ata komisioner do të ishte dikush tjetër. S'do të futeshin fare si komisioner për e plotësu kushtin që keme 10 vota për mu për zë. Edhe pse ndoshta, shkaku që kjo punë ka kalu me lehtësinë të kaluarën, nuk i kanë marrë trajnimet e duhura që ta kuptojnë se çka i pret. Nëse një e kam identifikuar. Kam pa që prokuroria herë vepron, herë s'vepron. Po, edhe ka pas raste kur gjithçka ka kalu me mosa disiplinore ose me gjobë. Me tolla. Ja ka vle barra Qiranën. Sakt. Ke ndoshta nuk janë njoftu sot duhet jesh përbly për potencialin, sepse në momentin kur ne kemi deklaruar se mund dënosh nga 3 deri në 5 vite burg, ndryshe kanë analizuar situatën dhe kanë filluar për me bashkëpunu me prokurorin. Nuk kanë qenë thjesht dhe të informuar, ndoshta mjaftueshëm prej sepse a e ke po edhe diçka plena. Është interesant për mund të lidh, po. Ne kemi tashti mos ta generalizojmë, kemi komuna ku është godit rënd vullneti qytetarëve dhe kemi komuna ku ka kalu shumë pastër. Për shembull, Prishtina është një prej tyre dhe nuk ka deri tashti ndonjë devijim të madh. Gjakova, po ashtu, nuk është që është në ato përmasa çfarë mund të jetë. Nuk është zënë arrestot kryesuesi i Komisionit Komunal Zgjedhor. Edhe pse edhe në Gjakov ka dorën zemër, po jo deri në ato përmasa, po që ku e ki Prishtina, plus 10, plus 9, dhe me pa dhe partitë e tjera, këtu vetëm 63 pak mundet me ndryshu situatën, po PDK-ja në anën tjetër i ka prapë plus 10, edhe kur e shohim janë votu më shumë se gjysmë, janë numëru më shumë se gjysmë, 52.67%. Pra, kemi pas një komuna ku kanë qenë shembull të numërimit të votave. E çka ka ndodhur në këto komuna problematike, kush kanë qenë përfshim, edhe se si është bërë kjo rrugë që deri në këto përmasa manipulohet, deformohet vullneti, kjo besoj do të zbardhet prej organeve kompetente. A diçka është interesant, për shembull, se na pe harrojmë edhe zgjedhjet e kaluara. Në këtë rast, në këtë proces zgjedhor, ka ndodhur edhe është bërë publike shumë hajnie e madhe, por nuk ka humbje të mandateve. Një deputet për shembull se ka humbur mandatin për shkak të vjedhjes votave. E kemi rastin e 2021-s për shembull, ku është humb mandat. Kur humb mandati, për shembull që ka ndodhur brenda AK-s, ku zonja Melisa Haradini e ka humbur mandatin edhe ka fituar Albana. Tash këshilltare presidentes, edhe kjo është përblyerje në pozitë. Tash këshilltare presidentes. Do thotë në këtë rast, për shembull, kjo është një mesazh që ndash më bë këshilltar. Dush me vjedh vota. Dush me vjedh vota. Dush me qenë shkallë të jo, po duhet me thonë, pse atëherë, për shembull, pse atëherë ish dorë, se është precedent më i rënd ka qenë atëherë, se është humbur një mandat. Edhe nuk ka marrë prokuroria asnjë mos, për shembull, atko po flas për vitin 2021. Këtë mënyrë vullnetare me avokat e ka fituar. Po, mirë është ky rast i mirë për demokracinë as i pik, po që u bë madhe po tash krejt varet a ka më gjithë koka. Ai që i ka shti krejt partive politike, se unë thash, këta janë grup për krejt partive politike. Koka apo kokat, se ju mendoj